Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë të Tij. Xhamati nderuar, dhe pas parasysh që jemi ka fundi muajit Dhulhijhe sipas kalendarit islamik hijri, ditën e hanë është viti I ri I muslimanëve. Mirë po nëse musliman këta data dhe këta ditë është mirë të shënojmë, jo të festojmë, për t'jo përkujtu muslimanëve se ditën e hanë është viti I ri hijri dhe jemi në vitin 1443 hijri, ndërsa edhe dy ditë, do më thonë sot, nesër pas nesër, jemi në vitin 1442, ndërsa prej ditës së hanë jemi në muajin e parë të kalendarit hijri islamik, I cili muaj quhet Muharram, dhe dalim në vitin 1443. Inshallah kemi shëndet dhe jetë të gjatë. Sa I përket hijretit, vite e dekada o xhallarët kanë folë për këtë çështje. Edhe sot do të flasim në lidhje me këtë çështje, duke e ditë që ju keni dituri, keni ilm në këtë aspekt, mirë po t'ja përkujtojmë vetvetes se çka do të thot hijret, pse bëhet hijreti e kështu me radhë. Dhe I përshëndesim vëllezërit e tanë që janë jashtë vendit, kudo që janë, sepse shumica e tyre tash për tash janë këtu te ne, edhe ata I kalon shtëpiat e tyre, familjet e tyre, edhe kanë dalë me një jetë, me një qëllim, janë shpërndarë nëpër botë, dikush në aspektin ekonomik, dikush ka ikë në aspektin politik, e dikush ju ka obligu me shku për ndonjë martesë kështu me radhë. Mirë po sidoqoftë, edhe ajo quhet shpërngulje, hijret, sepse njeriu I cili nuk jeton në vendin ku ka lind, nuk jeton në shtëpinë ku ka lind, por jeton jashtë vendit vet, ajo është një lloj hijreti. Të ndershëm vëllezër, unë do të flas për llojet e hijretit. Lloji I parë I hijretit është hijreti shpirtëror, ndërsa lloji I dytë e quajmë hijret fizik. Hijreti shpirtëror çka nënkupton? Nënkupton shpërngulje nga mosbesimi në besim, ose shpërngulje nga kufri. Fjala kufër do të thot mohim I të vërtetës, nga kufri në islam. Do të thonë shpërngulje nga mohimi në pohim, ose nga jo besimi në besim, nga mëkati në adhurim. Sepse hijreti realizohet me besim të Allahu subhanahu wa taala, me tauhid, do të thonë besim të sinqert dhe të drejtë të Allahu, me frikë dhe dashuri ndaj Allahut fuqiplot. Hijreti shpirtëror është hijreti kryesor, sepse ngërthen vetvete edhe niyetin edhe qëllimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë të gjitha veprat janë ose bëhen me niyet, me qëllim. Faman kanat hijratuhu lillahi, ai cili e bën hijretin për Allahun e pastaj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hijreti shkruhet
për Allahun dhe për pejgamberin e Islam. Ai I cili bën hijret për ndonjë fitim të kësaj bote, për ndonjë punë më të mirë dikun tjetër, niyeti dhe qëllimi I shkruhet për atë, dhe Allahu inshallah ja mundson me fitu për atë që ka bën hijret. Thot e treta au imra'atan, ose bën hijret për shkak të martesës. Do më thonë tash, sipas qëllimit edhe niyetit shkruhet hijreti. Allahu e din më së miri se me çfarë niyeti dhe me çfarë qëllimi ne shpërngulemi ose e lam këtë vend në të cilin kemi lindë. Të ndërsa vëllezër, hijreti fizik I vjen hijret me trup. Do më thonë, shkon dikun, mirë po, nuk shkon me mendje, me shpirte, me zemër. Po shkon me trup, me familje. Çka në nënkuptojmë me hijretin fizik? E para, hijretin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, I cili e bëri pas 13 viteve punë dhe thirrje, sakrificë, mundim, lodhje në Mekke dhe u shpërngull në Medine. Do më thonë, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam 23 vjet ka qenë pejgamber. 63 vjet ka jetu, kur I ka bërë 40 vite I ka ardhur pejgamber lëku. 13 vite I ka thirrë njerëzit në fe, në njohshmëri, në tauhid, në besim të drejtë dhe të sinqert. Pas 13 viteve shpërngullet në Medine. Mekka nga Medinja është larg afër 450 km. Hijreti fizik, kjo ishte e para. E dyta, hijreti nga shtëpia e kufrit në shtëpinë e Islamit. Mirë po, ky hijret ka dallim ose dallon sipas gjendjes dhe situatës në të cilën janë ata musliman në atë vend ku jetojnë. Do më thonë, nuk vlen për secilin vend dhe për secilin shtet. Shembull tash e marrim shembull Sirin, ndodh një luftë, edhe tash imponohet ose ju imponohet njerëzve të bëjnë hijret. Që ajo nuk vlen me automatizëm për ne. Edhe ne si popull kemi bo hijret, mirë po hijreti jonë në dy lloje, në dy aspekt. Hijret obligativ, në kanë përzon, në kanë largu nga vendi jonë, në kanë nënçmu, në kanë vrarë, në kanë terrorizu, edhe sot e kësaj dite, që s'ka ndodhë para 10 viteve, 20 viteve, ka ndodhë para 50 viteve, 70 viteve, 2-3 herë. Dhe më thonë, nuk ka pyet atë dënë as dënë. Ashtu ta ka sjell punën që ti o dosh me bëjnë hijret. Sikur tash, për shembull, tash jemi mirë që ndosh rahat, mirë po prej nesër fillon një lëvizje, nuk na lën më fal, nuk na lën me fol shqip, për shembull. Nuk t'i jep dokumentet, të bllokon. Rrim nuk t'i jep, ujë nuk t'i jep, atë nuk. Do më thonë, fejën të ndalon, gjuhën të ndalon, ekonomi, s'ke, jetë nuk le me punu, edhe ti daste, duhet me lëviz dikun ku këta drejta elementare I ke. Nëse e bëjmë një analizë, në më thonë ta shqiptar, mëse shumë t'i kanë botë, se sa në vendet që I kemi tanët. Shqipëria, për shembull, Kosova, Maqedonia, ku janë shqiptarë, Kosova Lindoria, Presheva, Bujanovci edhe ndërmjet asaj që ka fshatra, Ulqini me disa vende, Tuzje, sa shqiptar jemi. Edhe sa shqiptar janë jashtë këtyre vendeve. 5 milion vetëm Turqi. Do më thonë, ku jetojnë shqiptarët me shumicë? Shqipëri, Kosovë, Maqedoni? Jo, jashtë. E këta që janë jashtë, më shumë kanë bon hijret për shkak problemeve fetare një kohë, pastaj problemeve kombëtare një kohë,
Edhe tash ka fundi, nuk ban me alon fajn askujt, po du të me alon fajn vetës. Se tash, edhe tash kemi shpërngulje. Rinia jonë për pak se për shumë jo, për pak jashtë. Pse të shkon jashtë, nuk e di edhe ai pse shkon. Krejt këta që po vinë për jashtë, po na tregojnë që edhe atje nuk o letë. Ama rroga 2.000 euro. Rroga 2.000 euro për argjimet 2.500. 500 me njëherë minus. Këtu i merë 300, i argjon 400 dhe kur të banë byjt i ka vinë 100 euro, dhe të valla si di ka vinë. Këtu disi, unë s'ma thamë që tash mos me e kërku riskun, mos me e kërku punën. Mirë po, bëj një mend, ndoshta e kam gabim. Do të vjen koha këtu të ne, që s'kemi me pas as arsimtar, as profesor, as hoxhallar, as mjek, as polic, as ushtar. E dini pse? Të shku jashtë. Tash me fol drejt, ne këtë kishim pas dëshirë me dal jashtë. Me jetu një jetë më të mirë, me ekonomi më të fortë, me vetura më të mira, me shtëpia më të mira, me qefe. Mirë po vallahi edhe për këtë vend duhet dikush me jetu këtu për me e mbajtat mbarvajtjen fetare kombëtare që duhet me që e kena pas ne. Dhe pse ka në fundit nuk e dia e kemi as i kemi. E treta, ose brenda hijretit fizik, hijreti i mëkatarëve, se dhe kjo fizikisht ndodh, nuk ndodh shpirtnisht, fizikisht, duke u largu nga mëkati. Në të afrohet mëkati në aspektin fizik të i largohesh. Ose e izolon mëkatin në shenjë edukimit që e ke, në shenjë respekti dhe devotshmërie që ke brenda vetë vetës. Dhe e katër të ndërshëm vëzër, hijreti i cili do të ndodhë në Sham, vjen dita kjo para shkatrimit kësoj bote, ku nuk do të ketë vend më të mirë se sa në Sham. Edhe njerëzit do të mundohen të bëjnë hijret atje për shkak të fejse dhe të mirave që do të jenë atje. Edhe njerë, nëse më herët hijretin e kemi pas të obliguar, sepse nuk na kanë leju fejnë dhe nuk na kanë leju gjuhën dhe kambin, sot nuk e kemi të obliguar. Unë e di që ka muhabete që s'kemi, edhe në Kosovë kjo bisedo, edhe në Shqipëri kjo bisedo. E dini se ju 500.000 shqiptarë Shqipërisë jetojnë në Greqi. Grekt, knacën shqiptarë shkojnë vakrinë obligimet punët. A qatë punë, jam i sigurt, qatë punë që e bëjnë shqiptarët e Shqipërisë në Greqi, o vallahi, Allahu a ka mundësu edhe në Shqipëri. Po ndonjëherë ne, qëllimi jonë veç me dalë. Me dalë me qenë malahat me baba, nuk të rrimbi kokë, nana nuk të rrimbi kokë, kush i doron vlezrit, kush i doron këtë, ik për me qenë malahat. O vlezër, kjo punë shkon me njetë. Nëse e ke njetin e mirë, Allah ka me të ndimu. Ama nëse e ke njetin e keq, o vallahi, ku dush me shku në botë, Allahu nuk ka me ta mundësu me jetu mirë. Unë e mësoj vetën dhe juve të gjithve. Mos lakmoni shpërnguljen edhe hijret, sepse pejgamberi ka thonë la hijrete, do me thonë nuk ka hijret pas hijretit tim, për pas disa rregulla që i përmenda. E tash paramendoj rinia janë kur ndërmet vete qojnë derte, nuk kemi mundësi këtu, po dhe vetë punën e kena bo pak. Nuk kemi mundësi se për shembull kërkohet një arsimtar i historisë,
Unë ju përmenda, ka më ardhë koha që në shkolla fillore s'kena me pas arsimtar. E që ati ko më përzi puna. Aji matematikës do të me dhonë historia, historisë do të me dhonë kueti unë edhe gjuhën gjermane edhe anglishte. Pse se mungon kapaciteti i trive tonë që janë të shkolluar. Pse se shumica e tonëve që janë të shkolluar me dëshirë të madhe mendojnë me medalë jashtë. Nuk mund të kundërshtojnë, nuk them që ju e keni gabim që keni dalë. Mirë po, e mësoj vetën dhe qata që mendojnë kështu, që valloj ma mirë me fukarallëk me jetu në shpinë të ande në vendin tëndë, se sa pak ma i fort me qenë në vendin e huaj. Se njeriu, a i si thonë guri, kur randon? Në vendin e vetë. Edhe ne, nëse randojmë këtu. Ama në Gjermani, në Zvicër, në Amerikë, sa do mu bon shqiptar. Nuk kemi pesh sa kemi këtu në vendin ta. Sa i përket hijretit të ndeshëm vëllezër, nga vendi i kufrit, fjala kufër edhe njerë po betëncojo mos besim ose mohimit vërtetës, në vendin islam dallon me dallimin e gjendjes së njerëzve në ata vende. Mund ndonjëherë të bëhet obligativ, sepse nuk ka mundësi njeriu në atë vend ta publikon fejt. Për shembull tash ta marrim Kinën. Unë paka shumë ju të gjithi përcjellni lajmet ata ujgurët sa problemin e kanë me realizimin e fejse. Mos flasim për komp ato gjuhën që e kanë, nuk ka shansa atje, veç kinezisht. Edhe që në Kinë edhe ka dy emra i ka. Një emër e ke patjetër kinezisht, edhe një emër si dush në vesh ta vendoj hoxha ose haxhia ose baba atje në emër islama, ma një kinezisht patjetër me pas. E tash ata vuajnë shumë, bota flenë, askush nuk reagon, askush nuk intervenon, a mu bagi i nati është të marë se si bota demokratike perëndimor interesant, shumë u a kanë gajden muslimanve në për vendet islame se janë demokratike, intervenojnë me lufta, me masakra. Intervenun në Irak me e bon demokratike, kur zonë së bon. Intervenun në Jemen, kur zonë. Intervenun në Libi, jo. Intervenun atje, jo. Pse se intervenojnë me në Kinë? Shko intervenun atje, pa në shtetin demokratik. Ose që në Burma, në Myanmar. Intervenun. Kubën. Në Kuba. Venezuela. Unë jam të i thinë njëzin luft. Pa veç shteteve islame, veç të ne keni intervenu me në bon demokrata. Ka dhe shtete tjera që janë islame nuk janë hiç demokratike. Intervenon edhe atje pak për të drejtat ati populli, se nuk i lanë as fejnë me mbajt, as kambin, as një farë drejte. Jo sa ata, do më thonë, nuk duhet me intervenu atje, se e kina një farë lidhje me ata. Ma këta musliman, punë e madhe, avdesin, a nuk vdesin. Nuk ka fer, nuk ka në regull, do më thonë, nuk ka njeri që këtë si kuptat. Janë, me të vërtet, janë disa shtete që me 100 vjetë nuk janë as demokratik, janë komuniste, janë shumë shtete që asnjë të drejt nuk e ka o populli tire, por po çka doaj, kryesori. Asnjëherë s'kan intervenu. A kur vjen pyetje të muslimant, intervenojnë ata dhe bajegi fort, për me i bon thojza demokratike, a qëllimi o me vjetësat pasuri që është në ato vend. Ndoshta e kam gabim, unë kjo mendimi jem, mundet me dalë dikush të thotë, jo, hoxha, sa në kështu gabim e kjo, u kri puna. Unë e pranoj, nëse e kam gabim. Ama edhe unë nuk e kam bashkë kështu, e kam analizu, e kam përcjellë situatën, e kam lexu, e kam dëgju, sham të folë nga hamendja. Hejnë me një vend, luftar 20-30 vjetë, vjedhe, vraje, pastaj, hajde tash, lene. O ka dalë të rriatin 1000 vjetë se ka nevoj, e ke vendos me e bo atë popull, si do ti, me e bo popullit shkollu, me demokrati, rritash. Ama s'mondemi bese. A kuron pyetje,
Kur janë pyetje të muslimant, interesant dhe më thonë. Gjakon tonë fort nuk e çmojnë. Nuk e çmojnë, prapë po them, kjo mendimi e mundëm me qenë gabim. Mirë të dërshëm vëllezër, Allahu të leshanu në Kur'an thot për të gjithë ne: Inna alladhina tawaffahumul malaika, engjëjt ose melaiket do të marrin shpirtin njerëzve, edhe atyre që ishin ose i kishin bon zullum vetvetes. Edhe do t'i merr pyetje Allahu dhe thot: pse ju i bani zullum vetes, pa drejtësi vetes? Ata do të thonë: ishim të dopt në vendin ku kena jetu, s'kena pas të drejta. Allahu do të thot: Alam takun ardullahi wasi'atun, a nuk është toka Allahut kjo botë e gjerë? Do më thonë, pse nuk lëvizet, pse nuk dolet nga i vend? Fatuhajiru fiha, edhe të shpërngulin në një vend ku ju mendoni që mund të realizoni fejt dhe gjuhën e kështu me radhë. Mirë po kjo shumë rrallë herë ndodhë. Lëvizjet në përbot tash ndodhin për shkaqe ekonomike, mos e shumëti. Nuk po tham që s'ka probleme politike, nuk po tham që s'ka probleme të luftës, mirë po tash për tash, posaçërisht populli janë, ama më i natë vjen me këta mediumet. Për shkaqe për probleme politike populli janë, po shpërngullet, po çka janë të bëjë mediumet, mos më shpërngull populli janë? Çka afroni ju? Afrojnë zina, afrojnë padrejtësi, afrojnë lakuritësi. Krejt këqijat ja afrojnë populli, pastaj shpërngullet populli janë se fajt politika i ka. Jo, fajt politika i ka, ma dhe mediumet i kanë fajt. Edhe në hoxhallarët, edhe haxhilerët, edhe xhema, krejt kena fajt. Nuk mund është të veç me alon të kujt fajt. Politikantët i kanë fajt. Pse ato kush i sjelli ati? Mos ran prej qielli. Ne. Edhe në Kosovë, populli i ka fajt. Njerëzit ikin. Edhe kush i ka fajt? Politika. Po pse i zgjedhni? Ndrojni. Shqipëri, politika i ka fajt. Po pse i zgjedhni? Ndroje. Do më thonë, nuk guxojmë ne veç me akuzu dika. Po duhet njerë me alon fajn vetës, e pastaj ndan nga dalë edhe tjerëve. Të ndërshëm vëllezër, unë mendoj që për hijret nuk ka bazë të ne. Ne jemi në vendin tonë, jemi me fen tonë, me traditat tona, me kulturën tonë, me gjuhën tonë. Edhe mos lakmoni pasurin, sepse pasuria nuk o gjithçka. Sepse kur t'i humbim fëmijët, e kur t'a humbim rrugën, ato parët xhep që i kemi nuk na duhen. Me jetu me vëllezër, me jetu me familje, unë mendoj që është më mirë dhe më hajër se se me shku në për cepet e botës e me jetu vetë. Për çka? Par 200-300 euro, 500 euro, se 1.000 euro më shumë. Nuk e mohoj unë që do njëherë në obligohet me shku në për vendet të ndryshme për shkaqe ekonomike, mirë po, edhe këto nëse punojmë, disi mund t'ja dalim qësh. Inshallah Allahu na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.